I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thotë: "Laysa al-ghina an kathrati al-'arad, wa innama al-ghina ghina an-nafs." Lumturia, duke plotësuar nevojat, nuk arrihet me plaçk të shumt, por ajo është lumturia në nefs, lumturia në shpirt, në zemër. Pra kënaqësia që ka njeriu me atë që ka dhënë Allahu i lartësuar në zemër, në shpirt. Nëse njeriu është i kënaqur me ato që i ka dhënë Allahu i lartësuar, do të jetë i lumtur, sepse ai beson, ai mendon se Allahu e ka dhënë aq sa i mjafton. Allahu e ka plotësuar nevojat. Allahu ka zgjedhur atë që është më e mira për ta. Për që ai ka kënaqësinë dhe lumturinë në shpirt. Ai nuk vuan për brenda pse nuk ka, për shembull, siç kanë disa që kanë më shumë. Po alhamdulillah, këtë ka dashur Allahu për mua. Kjo është më e mira për mua. Pra kjo është kënaqësia. Kështu realizohet lumturia. Ti jetë njeriu i kënaq në zemër me aq sa ka dhënë Allahu. Po a do të thotë kjo që të mos bësh sebebet, që të mos përpiqesh të përmirësosh jetesën? Jo, s'është kjo. Besimtari i bën sebebet, përpiqet të përmirësojë jetesën, të plotësojë nevojat, madje përpiqet të fitojë rrezik halal, pasturi të pastër në mënyrë të ndershme, të lejueshme, sepse përveç që bën detyrën, mban veten dhe familjen kur ka mundësi, po bën dhe vepra të mira. Jep zakat, jep sadaka, shpenzon rrugë të Allahut. Profeti e ka lavdruar ata që kanë dhe japin. Smir thot ka vetëm 2 raste dhe njëra prej tyre është me pas mirë njëri që Allahu e ka dhënë pasuri dhe shpenzon në rrugën dhe ja ka mundsuar Allahu i lartësuar ta shpenzojë në fushat e bamirësisë, në gjërat e mira. Por Allahu i ka ndarë mjetet e jetesës. Edhe pse njeriu përpiqet, bën sebebet, punon, do të jetë i kënaq me aq sa i ka dhënë Allahu. Ajo që i ka dhënë Allahu për ta, ajo që i ka dhënë Allahu është më e mira për ta. Gjendja që ja ka caktuar Allahu është më e mira për ta. Qoftë kjo kur ka aq sa i mjafton, qoftë kur është në gjendjen mesatare, qoftë dhe kur është i pasur. Kjo është zgjedhja më e mirë për ta, pra ajo që ka zgjedhur Allahu i lartësuar. Po nëse robi nuk është i kënaq me aq sa i ka dhënë Allahu, ky njeri është i varfër në shpirt. Ky njeri do mundohet, do vuajë në shpirt, s'do ketë rahati, s'do bëjë jetë lumtur, qoftë edhe nëse ka shumë, sepse ky sheh të tjerët që kanë më shumë. Sa do shumë të ketë njeriu, do shoh të tjerë që kanë më shumë. Edhe do vujë në shpirt, dhe s'do ketë rahat, dhe mendon keq për Allahun. Pastaj do flas keq, do sillet keq, do veprojë keq. Ai sa ka që shkojnë edhe në vrasje. Ka që shkojnë edhe në vetvrasje. Ka që kryejnë krime, e fitojnë pasurinë në mënyrë pandershme. Bojnë punë të këqija. Mund të jetë një varfër që sillet kështu. Mund të jetë një gjendje mesatare, mund të jetë një i pasur. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam pra thotë lumturia është që njeriu të jetë i kënaq, të jetë i kënaq në zemër, të jetë i kënaq me aq sa i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Dhe ky njeri i kryen detyrat e fesë, ruhet nga gjunahet, bën ibadet Allahut, bën dhikr Allahut subhanahu wa taala, ka përparësi ahiretin, nuk kërkon që të plotësojë nevojat dhe hallet në mënyrë të ndaluar me haram. Përkundrazi, i përmbahet rregullave dhe nuk bën haram. Në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata." Do shpëtoj një njeri që pranon Islamin, që i ka dhënë Allahu aq jetesë, aq rrezik sa i mjafton dhe është i kënaq me ato që i ka dhënë Allahu i lartësuar. Pra i fituar, i suksesshëm, i shpëtuar është ai që i ka këto 3 cilësi sipas hadithit. Cilësia e parë, bëhet musliman dhe zbaton rregullat e fesë, kuptohet. E dyta, i ka dhënë Allahu aq sa i mjafton, aq rrezik sa i mjafton. E treta, është i kënaqur me aq sa i ka dhënë Allahu i lartësuar. Pse ka përmendur profeti aq sa i mjafton? Sepse në shumicën e rasteve, nëse njeriu ka më tepër, mund të mos jetë i mirë. Edhe pse ka njerëz që kanë më tepër se ç'u mjafton, edhe ruhen nga haramet, bëjnë vepra të mira, shpenzojnë, japin zakatin, ai që jep zakatin e ka kryer detyrën. Po të jap dhe sadaka, akoma më mirë për ta. Por këta janë pakicë. Shumica e atyre që kanë më tepër prishen. Allahu na ruaj. Ndërsa nëse njeriu ka mjaftueshëm vendin tonë është gjendja mesatare e shoqërisë.
Nëse njeriu ka mjaftueshëm, mundësia që të jetë i mirë është më e madhe. Dhe e treta, megjithëse ka edhe njerëz që kanë mjaftueshmëri, por janë të kënaqur, bëjnë harame, bëjnë punë të këqija, mendojnë keq për Allahun, ka edhe njerëz të tillë. Pra kjo është një sebeb. Kur njeriu ka mjaftueshëm, s'ka nevojë të ushtri dorën njerëzve, e ka sebebin. Mirë, por ka njerëz që prap nuk durojnë, prap nuk sillen mirë, nuk i përmban rregullave, devijojnë, bien gjunahe. Dhe cilësia e tretë, të jetë i kënaq njeriu me aq sa i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Nëse njeriu është i kënaq me atë që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, atëherë do të jetë prej të fituarve. Pra, i ka përmendur tre cilësi. E para, pranoi Islamin, e dyta, i jep Allahu aq sa i mjafton, e treta, është i kënaqur me aq sa i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Allahu shpëlbej me të mira, alhamdulillahi rabbil